bez većine donosila odluke u interesu svih i sada pričamo kako je opšti interes građana ostanak u nekoj zajednici protiv koje je velika većina naših sugrađana. To je malo paradoksalno. Da, ja podržavam ovu odluku i toga se držimo procedura pravnih, a ukoliko postoji želja među našim građanima svih nacionalnosti naše opštine da budemo članica bilo koje asocijacije, uključujući asocijaciju i kosovskih opština, pa možemo da organizujemo referendum i da vidimo šta će naši građani reći o ovom pitanju. Glupo je usvajati odluke na štetu bilo koje zajednice u ovoj opštini, a onda to banalizovati da su odluke donete u interesu svih. Neprijatno sam se osjećao kada je prethodni saziv ove skupštine donosio to, jer sam se osjećao nekonsultovanim za pitanje koje je vitalnog značaja za naš normalan život ovdje. Nije mi ni malo prijatno zato što možda neko doživi ovo kao napad na njega, što ćemo mi ovu odluku poništiti, ali da, iza toga sam da ukoliko postoje ljudi koji bi želeli da se mi... Realisht edini çush funksionon ky asociacion. Edini sot mirat I merr kjo komunë për këtij asociacioni. Edini sot trajnimet sa çështjet të cilat kur I merr komuna rrjedhimisht këtë e pranojnë edhe qytetarët. Ju nuk e keni për qytetarët, ju e keni këtë çështje politike. Asyut ato që një rrugë të pasër është me një rrugë një personalitetit shumë shqiptar, po të njëjtin probleme këna pasë në shqiptar. Në rrugën ku unë e banoj janë 23 shqiptarë vranë nesër këtyre dhe vallë janë. Po ti rruga nema një. Rrethonat e krijum lista srpska do të shkon në hopat juridike që çdo vendim të shpoll edhe të anulon. Na asnjë vendim se kemi marrë që s'është njoftuar ministria, sepse diçka mos me kon rregull ministria e kishte kthyer mbrapsht, edhe por na kemi marrë sipas detyrës jo vetëm këtë vendim, po krejt vendimet që kemi marrë janë kon në përputhje me ligjin përveç qeverisë lokale. Më mi komentu sidomos kryetarin dhe kuvendit në cili po punon edhe cili po dëshmon me hapat konkrete që po shkon hapat anulimeve çdo vendimit që I kemi marrë na, sidomos na e dim që ata do të krijojnë një lloj komisioni që do të marrin debatat të qytetarëve ku që tash janë kriju kushtet për komunitetin sërb për me marrë pjesë debat sipas njohurisë në pjesën veriore, qysh po dalin zgjedhje në mënyrë të organizuar, që ato do t'i organizon edhe me orë në sallën e kuvendit, por qatë momentet kur e kemi pas na, sigurisht që ka pas kërcënime dhe I komunitetit sërb dhe s'kan mujt me marrë pjesë në që ato procesin e emrimit, por sigurisht që Ministria përkatëse do t'i merë parasysh vendimin e sasdëm edhe na faktikisht për 10 vjet e kemi kryu obligimin emrimin e rrugëve që është një lloj ndalese që s'munën me ardhë deri te momenti që munën ata me emru procesi I emrimit sipas kuvendit edhe sipas ligjmerisë u kry. Qëllimi I procesit e emërtimit e rrugëve u kon në proces edhe në përputhje me ligjmerinë për vetë qeverisë lokale, sepse na mas pore në kuadër kuvendit e kemi emru antar komisionin edhe kryesuesin e komisionit. Kemi pas debat qytetare, por fatkeqësisht komuniteti sërb sipas rrethonave dhe situatës cila është në pjesë veriore, sidomos Galisa Srpska, ku ka pas për shembull edhe kërcënimet vazhdimsi ndaj popullatës komunitetit sërb, ata fatkeqësisht s'kan marrë pjesë, por ka pas propozime individuale ku na e kemi marrë parasysh komisioni, cili u ka punu në vazhdimsi gjithmonë u kon I monitorum nga 2 përfaqësues nga ana e ministrisë, edhe na kur e kemi pru vendimin për emrimin e rrugëve, u kon në përputhje përveç qeverisë lokale edhe përgjigje u kon adekuate dhe pozitive nga Ministria përkatëse që procesi u kon në rregull. Kisha një pyetje për kryetarin, sidomos se kam domethënë për udhëheqësit e sektorëve.
të cilët se keni ardhur dhe keni shkarkuar, vetë pse domethënë kanë qenë shqiptar. Unë e kuptoj që një kryetar komune mund të shkarkoj ushtruesit e detyrave, domethënë të sektoreve të ndryshme, dhe mund t'i ngarkoj ata, po ashtu. Po nuk e kuptoj sepse shkarkimi dikon prej 11 personave është bërë në një fletë A4, domethënë të gjithë për njëherë, pa asnjë arsyetim për asnjërin, pa asnjë masë disiplinore për asnjërin, vetëm pse ke të drejtë si kryetar me ushtru këtë detyrë. Pyetja ime është, nëse kishte qenë ndonjë serb ose a e kishe bërë të njëjtën, domethënë në formën më radikale i keni shkarku udhëheqësit e sektoreve pa asnjë arsyetim, pa asgjë, vetëm se jam shqiptar. Domethënë kjo gjë që është ka ndodhur mua përbes si përfaqësuese e komunitetit më frikson shumë. Më frikson jashtëzakonisht shumë te i mase. Kështu që ju lutem shikoni këto dhe të keni kujdes, sepse edhe keni shkel proceduralisht, jeni shkel gjatë që unë çka rekomandoj të gjithë të prekurave në këto procedura të i drejtohen gjykatave të cilat do t'i fitojnë një nga një. Kështu që mos bëni kse, ndasi ju kur jeni betuar keni thënë jam kryetar i një komune multietnike dhe do të kujdesem për secilën etni të jetojnë në mënyrë më të mirë të mundshme dhe të kujdesem për mirëqenien e tyre. Çka jeni duke bërë, domethënë kjo është krejt e kundërt. Što se tiče druge stvari, moram samo da napomenem, samo da se izbroji koliko Srba radnika ima u ovoj opštini. I ja mislim da je to odgovor koliko je prethodna vlast radila u interesu većinske zajednice. Ne bih dalje da komentarišem, mislim da evo svi uvaženi odbornici, kada izađete iz ove sale, slobodno prošetajte hodnicima vaše opštine i vidjet ćete koliko je tu Srba zapošljeno i koliko je prethodna administracija radila na uvažavanju položaja Srba i koliko je želela da bude Srba u ovoj opštini. Predsjedavajući, hvala puno. Uvaženi odbornici, hvala vam na radu. Hvala. U 14:09 zaključujem.